është hap një fjalë, një marrëzisi kur Serbia ka marrë projekte, ne s'kemi marrë projekte. Kjo është një idiotësi. Ne kemi marrë miratimin për korridorin e kaltër, që është gjithë lidhja e Unazës mesdhetare, duke lidh jugun e Kroacisë, Malezi, Shqipërinë dhe Greqinë, dhe që e fut gjithë drejtetin tonë në këtë Unazë, dhe ky është prioriteti nr. 1. Pra është projekt ku ka përfituar dhe Shqipëria. Po ashtu edhe për interkoneksionin me Maqedoninë, kemi marrë miratimin dhe financimin, po ashtu për ekurudhën Tiranë-Durrës na është dhënë një mbështetje, po ashtu ne kemi mbështetur dhe idenë e rrugës Nish-Prishtinë Durrës, pasi është një rrugë me shumë rëndësi ekonomike dhe patjetër dhe për rritjen e ndërveprimit. Dhe unë nuk e di se ku dalin këto pralla që pastaj bëhen mite nëpër mediat e Shqipërisë dhe Kosovës.